Përshëndetje. Sot do shohim se si mund të shkarkojmë një video nga YouTube apo nga një webfaqe tjetër. Në fillim do sigurohemi që kemi të instaluar një program i cili na mundson shkarkimin e videos. Unë përdor The Downloader. Është i thjeshtë, është i lehtë, gjendet shumë lehtë në internet dhe shkarkohet në kompjuter si program. Pastaj hap një faqe në YouTube. Në krahun e djathtë të çdo video gjendet që pjesë tu URL link, të cilin e klikojmë mbi ta, e kopjojmë. Këtë link mund ta gjejmë edhe në shëritin kryesor, që është sipër, është një njëjti shërit edhe këtu, edhe këtu, është një njëjti shërit. Tani e kemi kopjuar këta, mund ta ulim poshtë, edhe hapim programin në The Downloader. Në pjesën e sipërme kemi një shërit tek video URL. E sjellim linkun që kishim marrë. Në krahun e djathtë kemi një pjesë se çfarë formatit duam ta konvertojmë, ta shkarkojmë. Ka disa për të shkarkuar videon komplet, zërin edhe pamjen, mund të zgjidhni AVI edhe një nga formatet tjera, ose MPEG apo një nga këto. Nëse doni vetëm zërin, vetëm melodin, një këngë, atëherë mund të zgjidhni MP3, audio only. Në këtë rast, unë do zgjedh MPEG për të bërë shkarkimin e videos. Hapim download, presim pak, edhe hapat në ditare tjetër, e cila na kërkon se ku duam të ruajmë videon. Në desktop, dokument apo diku tjetër. Që unë mund të zgjedh në desktop. Fajli ka emrin zjarri 2, unë të shtojmë zjarri 21, mund të lëmë ashtu si që ishte, nuk ka problem, edhe japim save. Tani, këtu është duke shkarkuar video, është 3%, 4%, shkon duke u rritur, varet e masisë sa e madhe është si video. Njëkohësisht mund të shkarkojmë me video tjera, mund të ketë një listë të gjatë të shkarkimit, por në këtë rast është vetëm kjo. Në fund, pasi të ketë mbaruar kjo, në ekranin tuaj do të shfaqet kjo, që akoma nuk është e shkarkuar komplet, por do të ketë një pamje tjetër ku shkarkohet e tëra. Dhe pastaj mund ta luani nga këtu videon e shkarkuar. Shpresoj ta keni kuptuar edhe të jetë ndihmë për ju. Faleminderit.